Aleanca bën qëndrimin e njëjtë, nuk do votojmë kandidatin apo kandidatën për kryeparlamentare, sepse është obligim i mazhorancës, në këtë rast është obligim i lëvizjes vetëvendose për sigurimin e votave. Ne do bëjmë qëndrimin e njëjtë, ne nuk e dim, në fakt nuk e dim edhe cilë do të jetë kandidati apo kandidatja, ka ndryshuar qëndrim lëvizja vetëvendose Aleanca për zhblokimin e kësaj situate. Në një rast të caktuar i ka dhënë dy emra të cilët do të kishin pas votën tonë. Veç ftesat në formën dhe mënyrën se si janë bërë nuk ka qenë korrekte, sepse duhet të ndahet zgjedhja kryeparlamentare me zgjedhjen e nënkryetarëve të kuvendit, sepse ajo është një procedurë administrative që është e rregulluar me rregullore të kuvendit, se cila parti ju takon nënkryetari i partisë. Për kryeparlamentar duhet të ketë qëndrim politik, duhet të ketë ndonjë koalicion dhe është obligim i lëvizjes vetëvendose për sigurimin e 61 votave, me pas i ketë edhe 61 vota për formimin e qeverisë. Nuk e besoj se do i kishim shkuar në takim, ju e dini qëndrimet tona, kemi pas qëndrime të qarta,